Zëdhënësi i policisë rajonale në Prizren Togeri Shaqir Bytyqi njofton për vdekjen e një të riu 26 vjeçar. Ai me këtë rast ka njoftuar se sot më datë 22 qershor 2026 rreth orës 9, policia ka pranuar informat se në ambulancën e lagjes Arbana në Prizren është dërguar pa shenja jete një person mashkull rreth 26 vjeç. Njësitet policore kanë dalur menjëherë me urgjencë dhe në vendin e ngjarjes. Sipas informatave fillestare të siguruara nga dëshmitarët, dyshohet se viktima derisa ishte duke punuar në një objekt të ndërtimi, gjatë procesit të betonimit është goditur nga një pjesë e pajisjes së punës. Me që rast ka pësuar lëndime fatale dhe ka humbur jetën në vendin e ngjarjes. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori kujdestar si dhe inspektorati i punës. Në koordinim me ta, policia është duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore me qëllim të sqarimit të plotë rreth anave të rastit, njofton Togeri Bytyqi. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-shë.